Mos e lër derën kryesore të vjedh fatin tënë. Mirë se vini në këtë video të veçantë, të dashur miq. Sot do të flasim për një nga elementet më të rëndësishëm në Feng Shui, derën kryesore të shtëpisë. Në Feng Shui, dera kryesore konsiderohet si goja e qisë, goja e energjisë universale që hyn në jetën tuaj. Ashtu si goja jon ushqen trupin me ajër dhe ushqim, kjo derë ushqen shtëpinë tuaj me energji pozitive, pasuri, mbarësi, shëndet dhe lumturi. Nëse dera juaj është e bllokuar, e errët ose e pakujdesur, energjia e mirë mund të qëndrojë jashtë, duke lënë pas stagnim, vështirësi financiare ose ndjenjë pasigurie. Por nëse e aktivizoni siç duhet, dera bëhet një portë magjike që tërheq mundësi të reja, pasuri të bollshme dhe harmoni në familje. Në këtë video do t'ju tregoj 7 këshilla të fuqishme nga Feng Shui për derën kryesore, të zgjeruara me detaje të thella që mund t'i zbatoni menjëherë. Do të mbyllim me një bonus të veçantë për talismanët që tërheqin pasuri. Qëndroni deri në fund, sepse çdo detaj mund të ndryshojë energjinë e shtëpisë suaj përgjithmonë. Le të fillojmë udhëtimin ton drejt një jete më të begatë. 1. Estetika e derës. Dera kryesore duhet të jetë e bukur, tërheqëse dhe të bjerë menjëherë në sy. Pse? Sepse një derë e bukur fton energjinë pozitive të hyjë me entuziazëm, si një mik i dashur që pret me krah hapur. Në Feng Shui klasik, ngjyra e kuqe është konsideruar si më e favorshmja, sepse simbolizon fat të mirë, mbrojtje, vitalitet dhe prosperitet. Ngjyra e kuqe tërheq vëmendjen e qisë dhe e transformon energjinë negative në pozitive. Megjithatë, nuk është e detyrueshme për të gjithë. Ju mund të zgjidhni ngjyrën sipas drejtimit të derës ose sipas asaj që dëshironi të tërhiqni në jetë, e kuqe ose portokalli për pasuri dhe njohje, e gjelbër për rritje dhe harmoni familjare, e zezë ose blu për fuqi dhe energji të thellë, e bardhë ose gri për pastërti dhe fillime të reja. Një detaj i rëndësishëm, xhami në derë shton bukuri dhe lejon dritën natyrale të hyjë, duke e bërë hapësirën më të gjallë. Por kujdes. Nëse xhami është tepër i madh, nga tavani deri te dyshemeja, mund të krijojë ndjenjë pasigurie, sepse energjia hyn dhe del shpejt pa u stabilizuar. Zgjidhni një derë me xham të moderuar, ose shtoni perde të lehta brenda për të kontrolluar rrjedhjen. Sigurohuni që dera të jetë e pastër, pa gërvishtje, pa bojë të qëruar dhe të ketë një dorezë të fortë e të bukur. Një derë e mirë mbajtur tregon se ju e vlerësoni veten dhe jetën tuaj. Imagjinoni, çdo herë që dikush shikon derën tuaj, ndjen një valë pozitive. Kjo estetikë e fuqishme tërheq mundësi të reja në derën tuaj, fjalë për fjalë. 2. Dekorimet. Dekorimet e derës nuk janë thjesht estetik, ato janë magnet për energjinë pozitive. Përdorni kurora lulesh të freskëta ose artificiale cilësore, shporta të varura me lule sezonal ose element natyral si gjethe të gjelbra. Këto sjellin lëvizje dhe jetë në hyrje. Nëse dera juaj është në drejtimin juglindje, zonë e pasurisë në bagua, ngjyra vjollc është jashtëzakonisht e mbarë, sepse simbolizon bollkun dhe prosperitetin. Nëse është në veriperëndim, zonë e ndihmësve dhe udhëtimit, preferoni ngjyra të bardha, gri ose të verdha të lehta, që përfaqësojnë elementin metal dhe sjellin qartësi e mbështetje. Shmangni dekorimet e thyra, të vjetruara ose negative. Çdo gjë që varni duhet të ngjallë gëzim dhe mirëseardhje. Një kurorë e bukur me lule të thata natyrale ose me element druri mund të bëjë mrekulli. Dekoroni me dashuri, energjia juaj personale do të përforcojë efektin. 3. Lulet në hyrje. Vendosni 2 vazo simetrike me lule të shëndetshme në të 2 anët e derës. Pse 2? Simetria krijon ekuilibër dhe harmoni, duke i dhënë energjisë një rrjedhje të qetë. Lulet simbolizojnë rritje, vitalitet dhe pasuri, ato tërheqin qinë e gjallë si një magnet. Zgjidhni lule me gjethe të rumbullakta, si para për pasuri ose bambu të lumtur. Por kujdes i madh, lulet duhet të jenë gjithmonë të shëndetshme dhe të mirë mbajtura. Lule të vyshkur ose të thata dërgojnë mesazh stagnimi dhe varfërie. Ndërroni ujin rregullisht, hiqni gjethet e vdekura dhe zëvendësoni lulet kur të veniten. Nëse preferoni artificiale, zgjidhni ato shumë cilësore që duken reale.
2 vazo të bukura me lule të gjelbra do të krijojnë një mirëseardhje të ngrohtë që fton pasurinë të hyjë çdo ditë. 4. Tapeti i hyrjes. Një tapet cilësor dhe i bukur jashtë derës është thelbësor si për estetikën ashtu edhe për funksionalitetin. Tapeti vepron si një filtr që pastron energjinë para se të hyjë në shtëpi, ai fshin energjinë negative nga këpucët e njerëzve. Zgjidhni një tapet të fortë, pa vrima, me ngjyra të mbara sipas drejtimit të derës, të kuq për jug, të gjelbër për lindje, eti. Tapeti duhet të jetë i gjerë sa dera, i pastër dhe të ngjallë ndjenjen e mirëseardhjes. Shmangni tapetet me mesazhe negative ose të konsumuar. Një tapet i ri dhe i bukur thotë, këtu hyn vetëm e mira. 5. Ndriçimi. Rekomandohet të keni 2 drita simetrike në të 2 anët e derës. Ndriçimi i mirë krijon ndjesi ekuilibri, sigurie dhe harmonie. Drita e fortë dhe e ngrohtë tërheq yin yang, energji aktive dhe largon errësirën që mund të bllokojë mundësi. Zgjidhni llamba të cilësisë së lartë me dritë të butë por të mjaftueshme. 2 drita simetrike krijojnë një efekt si 2 roje që mbrojnë hyrjen. Në mbrëmje, ndriçimi i ndezur bën që dera juaj të duket mikpritëse edhe nga larg, duke tërhequr energji pozitive gjatë gjithë natës. 6. Mirëmbajtja dhe hapësira. Mirëmbajtja dhe hapësira. Sigurohuni që dera të hapet lehtësisht, pa zhurma, pa rezistencë. Një derë që kërcet ose ngjitet simbolizon pengesa në jetë, vështirësi financiare ose emocionale. Hiqni çdo pengesë pas derës, rroba të varura, mobilje, çanta ose gjëra të grumbulluara. Dera duhet të hapet plotësisht 90 gradë ose më shumë, pa bllokim. Kjo lejon që qija të hyjë lirshëm dhe të qarkullojë në të gjithë shtëpinë. Mbani zonën brenda dhe jashtë derës të pastër, të organizuar dhe të lirë. Një hapësirë e pastër do të thotë mendje e pastër dhe jetë e begatë. Kontrolloni rregullisht menteshat, bravën dhe dorezën, gjithçka duhet të funksionojë pa problem. 7. Përdorimi i rregull. Edhe nëse hyni zakonisht nga garazhi ose dera e pasme, hapeni derën kryesore rregullisht, të paktën një herë në ditë ose çdo disa ditë. Pse? Sepse dera kryesore është porta zyrtare e qisë. Nëse e lini të mbyllur për javë të tëra, energjia stagnon dhe mundësitë e reja mbeten jashtë. Hapeni derën, dilni pak, merrni postën ose thjesht ecni brenda e jashtë duke vizualizuar se po ftoni pasuri dhe lumturi. Kjo praktik e thjesht aktivizon derën si një portë të gjallë, duke parandaluar stagnimin dhe duke sjellë energji të freskët çdo ditë. Bonus, talismanët. Dhe tani bonusi special, talismanët për pasuri të mëtejshme. Për të tërhequr më shumë pasuri, varni 6 ose 9 moneda kineze të lidhura me fije të kuqe në dorezën e brendshme të derës. Numri 6 simbolizon qiellore, ndërsa 9 plotësinë dhe universin. Fija e kuqe aktivizon energjinë e zjarrt që tërheq bollëkun. Vendosini me anën yang, me shkronja, jashtë, gjithashtu, zilet e erës janë të shkëlqyera, tingulli i tyre i butë aktivizon qinë pozitive, largon energjinë e ngadaltë dhe krijon një atmosferë harmonike. Varni ato pranë derës, por jo direkt mbi të, që të mos bllokojnë hyrjen. Përfundim. Të dashur miq, këto 7 këshilla plus bonusi mund të transformojnë derën tuaj në një portë të vërtetë të mbarësisë. Zbatoni një nga një, me durim dhe besim. Feng Shui nuk është magji e menjëhershme, por një praktik që sjell ndryshime të qëndrueshme kur bëhet me dashuri. Nëse e zbatoni këtë, do të ndjeni më shumë energji, mundësi të reja dhe një ndjenjë lumturie në shtëpinë tuaj. Mos harroni të pëlqeni videon, të abonoheni dhe të komentoni se cilën pikë do të zbatoni së pari. Faleminderit që ishit këtu. Qofshi të bekuar me pasuri, shëndet dhe lumturi të pakufishme. Shihemi në videon tjetër. Paqim energji pozitive.